Shumica e njerëzve nuk e din se ku jeton Kim Jong-un. Pallati i tij sekret është shumë i sigurt se që mund ta imagjinoni. Pallatet dhe rezidencat e Kimit mbrohen nga siguria e gjerë ushtarake, fortifikime me teknologji të lartë dhe një sistem i veçantë privat transporti projektuar për siguri dhe fshehtësi maksimale, duke bërë atë liderin e katërt më të mbrojtur në botë. Rezidenca kryesore e Kim Jong-un, vila luksoze qendrore në Pyongyang, është mbrojtur nga disa njësi ushtarake, një gardë elektrik me tension të lartë dhe madje edhe fusha me mina. Pallati ka edhe stacionin e vetë të trenit, poshtë tij dhe tunel që lidh me disa prona të tjera të tij. Ka vetëm 2 mënyra për të hyrë në kompleks, ku hyrja kryesore ndodhet 680 metra larg nga autostrada, duke i dhënë sigurisë kohë të shohë se kush po afrohet. Pasi kalon portat e para, ka pika të tjera kontrolli përgjatë hyrjes një 6 kilometra të gjatë, ku ndodhen edhe hendeqe të mëdha që do të ndalonin çdo mjet që përpiqet të anashkalojë porta. Nën pallatin e Kim Jong-un gjendet një sel i luftimi, e mbrojtur me mure plumbi të dizajnuara për të rezistuar edhe